Bismillahirrahmanirrahim. Sot me lejet Allahut të lartësuar do të trajtojmë temën e dashurisë dhe respektit si një koncept i rëndësishëm i pajisjes së besimtarit musliman me këto dy cilësi që janë shumë të rëndësishme në marrëdhënien jetësore, në jetën tonë të përditshme me të gjithë çfarë neve na rrethojnë. Dashuri dhe respekt. Çfarë do të thotë dashuri dhe respekt në perspektivën islame dhe si duhet ta kuptojmë në atë drejtë? Dashuria është një ndjenjë dhe është një natyrshmëri që ne jemi të krijuar me të dhe Allahu të gjithë krijimtarinë e tij e ka krijuar në bazë të dashurisë së tij, të mëshirës së tij të madhe. Një nga emrat e bukur të Allahut të lartësuar është El-Wadud, i dashuri, ai i cili don jashtëmase dhe ai i cili meriton të duhet, ai i cili meriton që dashuria e sinqert të dedikohet vetëm për të. Dhe po ta vëmë re, ne vim në jetë në saj të dashurisë. Që në momentin që fëmia ngjizet kur flasim për një marrëdhënie të shëndosh në parimet hyjnore, ngjizet në bazë të dy njerëzve, burr dhe grua, që e kanë lidhur jetën e tyre për hatër të Allahut me dashuri dhe si fryt i dashurisë së tyre vjen më pas në jetë fëmia. Alhamdulillah, si shumica jon këtu, Zoti e ka begatuar me fëmijë. Dhe me njëherë në momentin që fëmia vjen në jetë, gjithë secili për nesh ka ardhur në jetë, ne e kemi vazhduar jetën tonë në saj të dashurisë, të nënës dhe të babait. Ne rritemi me këtë dashuri. Njeriu ka nevojë të duhet. Njeriu në vetvete është i lumtur kur e di që dikush e do. Është i lumtur kur dikush sakrifikon për të. Është natyra jonë, na ka krijuar Allahu i lartësuar ne me këtë ndjesi. Dhe patjetër kur ne si njerëz që këtë krijimtari të Zotit të Madh që e ka vendosur në zemrën tonë dashurinë edhe për të dashur, po edhe nevojën për të dashur, është pikërisht kjo e cila lidh marrëdhëniet tona në jetën e përditshme me çdo njeri. Dhe çdo njeri ka një pozitë të ndryshme, qoftë edhe në raport se si Allahu i lartësuar e ka vendosur atë njeri në jetën tonë, siç mund të jetë babai, siç mund të jetë nëna, bashkëshortja, fëmijët e më radh, të gjithë këto njerëz që ne kemi të bëjmë në jetën tonë të përditshme kanë një vend të veçantë që Zoti kërkon nga ne me argumente të qarta fetare që ka shi këtyre të jemi të dashur dhe të respektuar. Ta sjellim në vend urdhëresën e Allahut të lartësuar në Kur'anin famëlar. Por, nëse do të rendisim gjërat se kush meriton dashurinë më madhështore, atëherë duhet të na fiksohet në mendjen tonë kjo fjalia, që sido që ne e duam dikë, sado që e duam dikë, njeriu më të dashur që mund të kemi në zemrën tonë, duhet të dimë që këtë dashuri na e ka kriju Zoti në zemrën tonë për ta dashur atë person na e furnizoi Allahu, na dha begati dhe risk që ta kemi ne në jetën tonë, dhe çfarëdo që duam ne, qoftë prej njerëzve, qoftë prej pasurive të ndryshme, që njeriu ka natyrën e tij për të dashur gjëra, sepse kjo jetë është me gjëra të bukura që Zoti i ka bërë sprov për neve, dhe kur ti don të gjitha ato çfarë don dhe posedon në saj të kësaj dëshire dhe dashurie, ne duhet të dimë që të gjithë këtë gjë na e ka mundsuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe për këtë fakt ai meriton dashurinë më të madhe, respektin më të madh se çdo gjë tjetër nga ana jon si besimtar. Sepse çdo gjë që duam e kemi në sajt Allahut, prandaj dhe ai e meriton të duhet në radhë të parë. A jani? Ulemi pak? Prandaj, emri Allahut të lartësuar El-Wadud, që me dashurinë e tij na ka dhënë gjithçka, na ka krijuar neve, është ai që kërkon të duhet, kërkon të respektohet, kërkon të adhurohet, kërkon që me dashurinë ndaj tij
mos të barazojmë asgjë tjetër. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se besimtari i cili ka 3 gjëra në zemrën e tij, ai ka arritur ëmbëlsinë e vërtet të imanit. Kush ka 3 gjëra, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, në zemrën e tij, ai ka arritur ëmbëlsinë më të madhe të imanit. E kush janë këto 3 gjëra? E para është që ky person mos të doj asgjë tjetër më shumë se Allahun e lartësuar. Mos të doj asgjë tjetër en yakun Allahu ahabbu ilayhi mimma siwa. Të jetë Allahu që don më shumë se çdo gjë tjetër. Nuk mund të krahasosh asnjë dashuri tjetër përpos dashurisë që duhet të kesh ndaj Allahut të lartësuar. A edhe se sa nëna dhe se baba, po. A edhe se sa bashortë dhe fëmijët, po. Sepse kryefjala është Allahu që t'i dha këto. Prandaj i meriton të duhet më së tepërmi. Dhe pastaj tha, ta doj një person vetëm për hatër të Allahut të lartësuar. Dhe e treta, të urrej në zemrën e tij, të kthehet në kufër, në mosbesim, të kthehet në jetën para Islamit, njëjtë siç urren të hudhet në zjarrin e xhehenemit. Kush i ka këto 3 ndjesi në zemrën e tij, le ta di që ka arritur ëmbëlsinë e besimit. Të doj Allahun, të doj dikë për hatër të Allahut, të urrej kufrin. Masi je njoh me Islamin, mos të duash më jetën para Islamit që mund të kemi qenë, apo të na xhelozoj dikush me jetën e tij që është jashtë Islamit. Kush i ka këto 3 cilësi në zemrën e tij, ka arritur një besim të plotë. Dhe vallai, të gjitha këto në vetvete ne na orientojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse siç nis dhe hadithi që Allahu të jetë ai çfarë ne të duam më shumë, ai i cili ne duam më shumë se çdo gjë tjetër, është ai që siç tha po Allahu në Kur'anin famëlar, është Allahu që vendosi dashurinë në zemrat e juaja për ta dashur njëri tjetrin kur ju ishit armiq të njëri tjetrit para Islamit. Dhe ne nëse elhamdulillah kemi një atmosferë vllazërore, kemi vëllezër musliman në jetën tonë përditshme, i duan për hatër të Zotit, na duan për hatër të Zotit, kjo është një fadl, një mirësi, një begati e madhe Allahu të lartësuar ka shinesh. Sepse të shoqërohesh me njerëz që të duan për hatër të Allahut është një mirësi e madhe. Të kesh mik dhe shok që të don për hatër të Allahut është begati e madhe. Është begati që Allahu do me e begatu një njeri të caktuar. Thot Allah i lartësuar në Kur'anin famëlart se më njëherë mbas dashurisë së tij duhet të vi dashuria për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Mësuesin ton, orientuesin ton, udhëzuesin ton në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pikërisht të duash Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka kushtëzuar me dashurinë ndaj vetvetes së tij. Thot Allahu në Kur'an famëlart, kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Në momentin që ti thu unë e dua Allahun, atëherë Allahu thot, nëse ju e doni Allahun, duajini të dërguarin tim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë formë ka për t'ju dashur Allahu si shpërblim i kësaj dashurie. Dhe jo vetëm ka për t'ju dashur, por do t'ju fal juve gjunahet e juaja. Do t'ju fal gabimet e juaja, Allahu është falës dhe mëshirues i madh. Shikojmë dhe kuptojmë që të kultivosh dashuri për Allahun, të kultivosh dashuri për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, vetëm ti duash me sinqeritet, të kesh një dashuri të veçantë për ta në zemrën tënde, do të shpërblej Allahu me falje gjunahesh. Sahabiu u mërzit, e pa profeti alayhi salatu wasalam të mërzitur. Dhe i tha, çfarë ke? O i dërguar i Zotit, tha, më merr malli për ty. Më merr malli për ty, por vidhe të takoj. Por kur e mendoj se mbas kësaj jete ti do të jesh në grada të larta me profetët,
që unë kurse si se mendoj vetën të jem në ato grada të larta, atëherë mërzitem se do të më marr malli të shoh në xhenet. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam do të përgjigjet me një hadith madhështor, me një shpresë të madhe për zemrat tona, el maru ma man ahab. Njeriu do të jetë në xhenet me atë të cilin e do në këtë botë. Ja çfarë shpërblimi madhështor i dashurisë së sinqertë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe më pas patjetër dietarët në gradën pas ardhse me njëherë mbas dashurisë së Allahut profetit alayhis salam ka vendosur dashurinë e sahabeve, ka vendosur dashurinë ndaj dietarëve që janë trashëgimtar të profetëve, dhe ka një hadith shumë të bukur të profetit sallallahu alaihi wasallam që thot Allahu e don atë person, dashuria e Allahut është mbas respektit që ti tregon ndaj këtyre personave. E para thot, një njeriu besimtar të ditur, dietar, i cili ti e shikon që me dijen që i ka dhënë Allahu, ai përpiqet të jetë i drejtë në shoqëri, të lartësoj fjalën e Allahut subhanahu wa taala, dhe dashuria që ti tregon ndaj dietarit, dashuria dhe respekti që ti bën ndaj atij personi është një dashuri dhe respekt që ti e ke treguar ndaj Allahut xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu. Dhe këtu dua të bëj një antiparantezë, dhe besoj se jemi në një mendim që çfarë dallimi të madh ka sot edhe në xhamin ton dhe në të gjitha xhamit shqiptare midis brezit të haxhiut dhe brezit të ri të muslimanëve. Që nga respekti që kanë për xhamin, për hoxhën e xhamis, për besimtarët që janë pjesëtarë të asaj xhamie, dhe ky respekt tregohet që me veshin e tyre serioze që futen në xhami, ky respekt tregohet nga respekti që kanë për imamin e xhamis, qoftë edhe nëse është fëmijë i vogël fare, 10 vjeç, 12 vjeç, por ai lexon bukur Kur'anin famulart, siç e kemi parë në Ramazan që patëm ato 2-3 fëmijë të vegjël dhe menjëherë pleq ku t'i japin një 2000 lekë, një 5000 lekë, sepse respektojnë Kur'anin, por ai është thjesht një sebeptar që lexoi Kur'anin e bukur. Çfarë respekti i madh i këtij brezi dhe çfarë respekti larg këtyre jemi ne brezi ri, ka shi hoxhallarve që nuk kemi muhabet tjetër vetëm se kritika. Bëri këtë, po ta kishte bërë kështu, po e bëri ashtu. Sepse aq e rëndësishme është të rrënjoset morali islam në zemrën tonë, që ky moral pastaj të kthehet në vepër pa e kuptuar ti pse e bën atë vepër. Ndoshta ky brez nuk i ka pas të qarta hadithet. Ti thush që pse bën ti këtë dhe ky të tregoj një hadith. Ndoshta se di fare hadithin ai, por ky di diçka tjetër, që atë çfarë ja ka mësuar gjyshi i vet, ja ka mësuar baba e vet, respekti, ajo çfarë ishte e rrënjosur në moralin e të parëve tan, gjyshërve tan, flasi për një brez më përpara, ishte sepse aty ishte rrënjosur morali islam në praktik. To nuk e dinin nga vjen kjo, sepse s'ta thoshte dot një hadith, por po të shohësh veprimin e këtyre shkon tek hadithi. Kurse ne sot i dim hadithet, por mungon veprimi jon, Allahu na përmirësoft. Edhe kjo është një kritik që gjithë secili për nesh duhet t'ia drejtoj vetvetes, që ku jemi pikërisht me këto porositë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti alayhi salatu wasallam ka vendos kushte për imam, sepse kusht do të dilte imam, ishte një respekt i veçantë, ishte një përgjegjësi e madhe, por edhe në ana tjetër duhet që ai personi të ishte personi më i përshtatshëm për ta bërë atë. Dhe vendosi kushte profeti sallallahu alaihi wasallam. Në radhë të parë tha, duhet të jetë një lexues i mirë i Kur'anit dhe i njohjes së rregullave të Kur'anit dhe të namazit. Po nëse janë dy persona që i njohin rregullat, e lexojnë bukur Kur'anin, kush do të ketë përparësi thaj që do të jetë më i moshuar? Po nëse janë në të njëjtën moshë, pak a shumë, kush do të ketë përparësi? Ai që ka bërë xhiret më përpara, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, që ka sakrifikuar më përpara për fenë e Zotit xhelle shanuhu. Pse kjo? Sepse pikërisht pra po flasim për njerëz të cilët
sakrifikojnë nga jeta e tyre. Dhe pjesë tjetër e shpjegimit të këtij hadithi është dhe respekti që ne duhet kemi për njëri tjetrin si besimtar. Vetëm një shembull të thjeshtë japim me kohën ku jemi sot. Një besimtar që sakrifikon të zgjohet në 4 të mëngjesit, që vjen në xhami për të falë namazin sabat me xhamat. Dhe këtë gjë, pse duhet ta bëjë një besimtar këtë gjë? Çfarë synimi ka? Ka synim kënaqësinë e Allahut xhelle shanuhu. Një person që sakrifikon gjumin e tij, një person që sakrifikon pasurinë e tij për të respektuar vllahun e tij, ke kafja, ke një dhurat, ke një diçka e kësaj natyre, pse bën këtë gjë ai? Po sepse ka sjell në praktik pra pikërisht porositë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu do të shikosh që ky respekt që ne bëjmë karshi njëri tjetrit bëhet me kryefjalën sepse e duam njëri tjetrin për hapër të Allahut. Dhe kjo dashuri që Allahu ka vendosur në zemrat tona që e duam njëri tjetrin për hapër të tij, vjen si shkak që Zoti na i ka mundsuar atë, sepse ne duam Allahun në radhë të parë. Ne duam profetin sallallahu alaihi wasallam në radhë të dytë. Po ashtu e rëndësishme, të dashur besimtar prej moralit të besimtarit që ku duhet ta orientojë dashurinë dhe respektin e tij, pa pikën e dyshimit, është prindi, baba dhe nëna. Në Kur'an vjen urdhër i dytë mbas adhurimit të Allahut një të vetëm, respekti ndaj prindit. Wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagīran. Është një nga ajetet më madhështore që çdo musliman duhet ta di, që sa herë që të jetë me nënën dhe me babën, që ta takoj ky ajet duhet i vinë në përmendje dhe ta sjellë në praktik. Çfarë do thotë ky ajet? Allahu ka dhënë urdhër të prerë që Allahut mos të shoqërosh asgjë. Dhe me prindrit e tuaj të sillesh me sjelljen më madhështore respektuese dhe të dashurisë ndaj tyre. E nëse ndodh që tek ty i zë pleqëria, një prej tyre apo të dy, nënën dhe babën, mos i thuj atyre as mos i thuj. Sepse kanë thënë dietarët, të thuash of nënës dhe babës, është gjuna i madh tek Allahu. Është gjëja më e vogël që mund bëj njeriu, por është gjuna që është i madh tek Allahu. E imagjino nëse bën diçka më të madhe se kjo, çfarë pozite të madhe do të kishte tek Zoti ky gjuna. Çfarë do thotë mos i thush as nënës dhe babës? Një shembull thjesht, çu bir më jepi gotuj, merre vet. Bëre gjuna të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Nëna dhe babi që kanë sakrifikuar më së shumti për ty, siç thamë në fillim, që na rritën me atë dashurinë e tyre. Nëna pa gjumë gjithë natën për të na ushqyer me gjirin e saj. E baba duke sakrifikuar për të punuar halal dhe për të sjell mirëqenie në familje, rritesh ti dhe i thu e kundërshton nënën dhe babën tënde. Nëse ndodh që i zë pleqëria nën kujdesin tënd, as of nuk do t'i thuash. Çfarë do të bësh? Shtrije krahun e mëshirës dhe lutu për ta. Lutja do të thotë, lutja është vepër dhe fjalë. Lutu për ta dhe thuaj, o Zot, mëshiroj ata siç u kujdesen ata për mua kur ishe i vogël. Nuk thot Allahu mëshiroj ata siç më mëshiruan kur ishe i vogël, por siç u kujdesen kur ishe i vogël. Siç u kujdesen kur ishe i vogël, që është një sakrificë më e madhe. Është një sakrificë më madhështore. Dhe pikërisht këtë dashuri dhe respekt besimtari musliman e merr pra ke xhamia, e merr ke Kur'ani, e merr ke suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam dhe e çon tek shtëpia e tij, e çon tek nëna dhe tek babai i tij. Dhe patjetër dashur besimtar, marrëdhënie me nënën me babën duhet ta kemi në superlativa më të larta. Zoti i udhëzof nëse nuk janë të udhëzuar në islam, në praktikën e islamit, por ne duhet jemi aty me ta. Gjë më madhështore është që ata ta ndjejnë prezencën tonë. Çdo ditë jemi fizikisht merren telefon. Çdo ditë kesh një program komunikimi me nënën dhe me babain tënd. Dhe dije që ky është sevap i madh. Dhe dije që ky është shpërblim i madh tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk na kushton asgjë sot, elhamdulillah, i kemi mjetet e komunikimit.
por varet njeriu se ku e vendos dashurinë dhe respektin e tij, ku e orienton dhe ku e drejton. Dhe kjo është një nga pikat shumë të rëndësishme që duhet ta kemi parasysh. Sepse, të dashur besimtar, një rast erdhi një person te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe po rrinte bashkë me profetin, e tregon Enes ibn Malik, dhe thotë, duke ndetur bashkë me profetin alayhi salatu wasalam, dikush kalon në rrugë. E shef ky dhe i thot, oj dërgumi Allahut, atë që kaloi, a e pe? I thot, po. Unë thot e dua shumë atë. E kishte vlla besimtar. Unë thot e dua shumë atë. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, po mirë thot, ai e di këtë gjë? Ai e ke thënë ti atij që e do? Jo, i thot. Nuk ja kam thënë. Atëherë shko thuaja, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe një porosi tjetër tha, atë që e doni për hatër të Allahut, thuajini që e dua. Dhe ky person ngrihet, shkon dhe i thot, të dua për hatër të Allahut xheleshanu. Këshillat që ka dhënë profeti alayhi salatu wasalam, që nëse doni që të shtohet dashuria midis njëri tjetrit si vëllezër musliman, po flasim si vëllezër musliman pa lidhje gjaku. Sepse nga kjo del mësimi i madh se si duhet të jetë raporti me ata që kemi njerëz gjaku. Dhe ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam që të shtohet dashuria me njëri tjetrin, bëni dhurata njëri tjetrit. Thuani njëri tjetrit që e dua. Dhe t'ju them për diçka, tha profeti alayhi salatu wasalam, që do t'u ashtoj dashurinë midis njëri tjetrit, shpërndajeni selamin, ifshu selame, shpërndajeni paqen. Po edhe kjo ka një domethënie. Paqja nuk do të thotë vetëm ajo gojarisht selam aleikum, wa aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kush më tha i ditë mu, i more 30 sevape, tha o hoxh. Po elhamdulillah, kur i përgjigjesh vllaut musliman, më mirë si shtot Kurani, kur dikush përshëndet, ti përshëndet o njëjt ose shtot diçka. Nëse i thot selam aleikum, ti i thua aleikum selam, e ke thënë një lloj, nëse shton wa rahmetullahi, ke marr plus sevape, wa barakatuh, ke marr akoma edhe më shumë sevape. Duke llogarit nga 10, ke marr 30 sevape. Po problemi ku qëndron këtu? Problemi qëndron në momentin që ky selami do të ngeli vetëm në fjalë. Se më thua gjithë ditën mua selam aleikum, o hoxh, kur shko ke kafe që s'është hoxha, ty ças thu mas kras. Kur s'është vllai mas në kafe, çfarë nuk thua për të? Dhe ky është një nga gabimet që bëjmë neve. Që e çova dhe sot ke grupi që thash, duhet burrnia është cilësi fisnike. Që të kemi guximin, tulemi me njëri tjetrin dhe ti heqim të gjitha ato barrierat që ndoshta na kanë futur në armiqësi të pakuptim. Ulo vlla fol me njëri tjetrin, sqaroje, ky është morali i besimtarit musliman. Sepse tham që gjithë ai që e bën atë sakrificë është vlla me ty, ai e bën për hatër të Zotit dhe ti e don atë për hatër të Zotit. Po pse thash që ky është parim për njerëzit që nuk i kemi në gjak? Sepse nëse Islami na orienton për këta njerëz që i kemi thjesht vëllezër në besim, këdo për vëllezërve që e ke për nënë, për babe, patjetër nëna, baba dhe të gjithë njerëzit e gjakut, domethënë ku fillojmë dhe kushuritë e tjerë me radhë, i kemi dy fish në ato dhe ata përgjigjes për të transmetuar këto morale kaq të larta të Islamit. I kemi më shumë përgjegjësi për t'i dashur, për t'i respektuar dhe për të qenë shembulli më i bukur i transmetimit të Islamit në jetën e atyre njerëzve me lejet e Allahut të lartësuar. Të dashur besimtar, që mos të zgjatim dhe më tepër, duhet të dimë se dashuria dhe respekti janë dy ndjesi të cilat i thyen shumë barriera. Dhe e kundërta e kësaj është urrejtja, e kundërta e kësaj është xhelozia që i kemi shprehur, i kemi folur në trajtimet e mëparshme. Por dashuria dhe respekti janë gjëra të cilat i thyen shumë barriera midis njerëzve. Prandaj dhe ajo thënia e profetit sallallahu alaihi wasallam që thuaj personit që e don të dua, thuaj që të dua, duket shumë e thjesht në
teori, po është ndoshta e rëndë në praktik. T'ju jap një shembull shumë të thjeshtë edhe bëjeni një llogari me njëri tjetrin. Kur i ke thënë babës dhe nënës, o babë dhe nënë të dua? Kështu tekstualisht, o ba, po urdhë, të du shumë. O nën, po urdhë, të dua shumë. Ju vje pak rënd, apo jo? Kur i kemi thonë, thuj o gjë, kur i kemi thonë. Kur i kemi thonë. Allah më shroft ato që kanë ikur, po pa tjetër që unë i flas vetës para. Pa tjetër që i flas vetës për para. Pra, na vjen rënd. Pse na vjen rënd? Sepse normalisht këtu kemi të bëjmë me një tradit që jemi rritur, që baballarët tonë kanë qenë të sertë me ne si fëmijë, sepse kështu u mësuan ato nga baballarët e vet, e gjitha këto tradita që ne i kemi. Edhe kjo shkon zinxhir. Pse shkon zinxhir? Sepse shohim që të imponohet një traditë, një shoqërie mbi parimet e tua islame, mbi parimet e tua të Kur'anit dhe Sunetit të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti thotë thuaj të dua dikujt që se një fare, që e ke thjesht që vëlla musliman, ndërkohë ke njerëzit më dashur tonit, ne na vjen rënd, ti themi të dua. Dhe prandaj është thënë pra që dashuria dhe respekti që tregohet ndaj këtyre njerëzve tanë të afërm të gjakut, i thyen shumë barriera, afrohet njeriu me njëri tjetrin, e kupton njeriu atë mirësi të madhe të kësaj ndjesie që Allahu subhanahu wa taala e krijon në zemrat tona karshi njëri tjetrit, karshi nënës, babës, bashkëshortes, fëmijëve e të tjerë më radhë. Prandaj dhe është thënë që në një shtëpi që do të mbizotëroj dashuria, një shtëpi ku fëmijët rriten në atmosferën e dashurisë, në një shtëpi ku fëmijët shikojnë nënën dhe babain e tyre që përqafohen, që buzëqeshin, që argëtohen, që e tregojnë haptëzi respektin dhe dashurinë ndaj njëri tjetrit, ajo shtëpia është e begatume, sepse në atë shtëpi është sjellur në praktik emri i Allahut të lartësuar El Wadud, ai që duhet të dashur dhe ai që na do më së tepërmi. Që mos të zgjasim më tepër, qofshin këto këshilla të dashur besimtar që me të vërtet rokasin në zemrat tona, këshilla të cilat ajo çfarë kërkohet nga ne më pas është që t'i sjellim në praktik. Sepse mund të dim shumë hadithe, shumë ajete, por praktika mbizotron mbi gjithçka. Praktika shpërblehet tek Allahu subhanahu wa taala, ndërkohë mos praktimi i një diturie do të jetë përgjegjësi për ne ditën e gjykimit, sepse një nga gjërat kryesore që njeriu do të gjykohet, do të thotë pse se bëra atë që e dije, pse se solla në praktik. Pse nuk e dhe zekatin e diturisë? Zekati i diturisë është shpërndarja e saj dhe sjellja e saj në praktik. Elus Allahun subhanahu wa taala të na bëjë të sinqert, ta bëjë për tyre që kultivojmë dashuri, respekt për Allahun, për të dërguarin e tij, për shokëve të tij, për nënën, babain ton dhe për gjithë secilin për ne si vëllezër musliman që elhamdulillah Allahu i lartësuar na ka begatuar të jemi së bashku në çatinë e kësaj xhamie. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum.